Ndërkohë, jemi në pritje ende nga gjykata kushtetuese, ende nuk ka një vendim, kështu të paktën konfirmon kolegja Angeleta Memar lidhur me atë çfarë pritet të ndodhë me çështjen Balluku, pritet që do të jetë një seancë e gjatë kjo ditën e sotme. Ndërkaq, do rikthehemi sërish tek Klodian Brau, zgjedhja e kreut të ri të SPAK dhe kam kënaqësi të kem dy kolegë të vjetër. Dikur kemi punuar të tre bashkë në teren, ata dy bashkë kanë qenë njëjtën redaksi për shumë e shumë vite, njëri në Francë, tjetri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Flamur Vezaj dhe Shamir Biçaku. Kënaqësi të kem të dyve. Faleminderit Fili, përshëndetje Flamur. Faleminderit shumë të dyve që u bashkuat. U bashkuam zërish, po. Atëherë, po e nis Dash, me që Flamuri është me kilometra pak më larg se ty, ta nisi me Flamurin se edhe është mëngjes atje, japim pak prioritet Flamurit të hyjë në mundin e Europës. A Flamur, më trego pak si e pe di. Më fal, para se të fillosh atë ta marrë që këtë gotën këtu se më duhet edhe mua. Okej, e kuptova, rregull. Okej, e nisi me këtë. Atëherë, vazhdoj me këtë, me që e nisi me gotën. Një koment për gotën. Se u bë virale pjesa e gotës. Flamur më pas për gjithë pjesën ambasadorit dhe gjithçka tjetër. Tani janë bërë atë shumë legjenda, sepse nuk e kuptoj as vetë, kanë arritur një pikë ndoshta që nuk e di se çfarë mund mendojnë. Për faktin që edhe kaq detajet janë marrë sa që e ka menduar edhe gotën për të pas para antarëve të KLP-s. Pra, një teatër shumë i bukur dhe një teatër për cilin shqiptarët mezi presin të shohin, të thonë për një gjë që për mendimin tim ishte paracaktuar, ishte thjesht një teatër por të duk një show i thjesht që njerëzve t'i mbushët mendja që ne kujdesemi deri në atë pikë sa që dhe godën e marrim me vete për shkak të frikës se ndoshta ndonjëri edhe për efekt estetik, por edhe ndoshta edhe për ato teoritë e konspiracionit që uji do të kishte diçka, nuk do kishte diçka, do luante. Kështu që nuk e di, po ishte teatër i bukur dhe njerëzit si thua e hëngrën. E kuptoj. Por nga ana tjetër tani, pjesa e ambasadorëve tani. Flamur, ambasadorët, prezenca aty tani. Pyetja që do bëj edhe Dashit, e zgjodhi KLP-ja apo zgjodhin ambasadorët? Shiko ti më çfarë mendoj unë. Unë mendoj që Klodian Braun e zgjodhi Altin Dumani. Okay. E zgjodhi Altin Dumani për shkak se para se të filloj te kjo përgjigje, ajo që është pak e çuditshme, si ka mundësi që një institucion i SPAK-ut, e cila ka për detyrë të hetojë dhe të çojë për ndjekje penale njerëzit të cilët nuk po themi zyrtarë të shtetit të cilët paracaktojnë tenderat për të fituar për një projekt të caktuar. Ndërkohë vetë arrin në pikën dhe bën një paracaktim